Të veçantë na dallon prej tjerëve që shkojnë në vore, bojnë me të vdekunit, bojnë bajramin. Se djalin se kam këtu për momentin, këtu qikat i kanë shpinë e vetë, e që është ka pak. Pak e ndimë mëgjes në që shjot, edhe shumë se jo pak, po. Kem? Mirë faleminderit, mirë. Shëndet? Mirë. Jemi në momentin Ramazanit, në prag tashmë të fundit, jemi ditë të fundit. Po. Është afruar dhe festa e Bajramit. Me gjithë se presin gjithë muslimanët këtë festë. Po. A do sa është i rëndësishëm festa e Bajramit për juve? Për mua shumë e rëndësishëm, unë jam me Ramazanin, e ninoj gjithmonë, e kom ninoj deri me qëtash, inshallah më bën shëneta dhe e respektoj shumë. Shumë e respektoj. E bën veçantë, festën e Bajramit për juve? Të veçantë na dallon prej tjerëve që njeri kur ka një besim, është ka edhe intelektualin, është ashtu. Festa në familjen jujt e Bajramit, që është festohet? Familjen time festohet shton mëngjes falet festa e Bajramit, falet Bajrami mëngjes herët, masë i shkojnë të mitë familje sem, për disë për tjetë smujve të folë, shkojnë në vore, bojnë me të vdekunit, bojnë Bajramit, që shtot, këthejnë me tjertë, me të afërmit e vetë, si cili shkojnë, që shtot për më pa. A në që këta dita pak kanë fillu me u largu? Jo, valla, unë për më duke që kanë fillu mu festu edhe ma shumë, për ato që është njeri, kanë djenë. Personalisht për ty, pa veçantie ka festa e Bajramit? E ka një veçanti shumë të madhe, shumë të qështë e ndi vitën, ma të gëzu, ma të kujdeshme për tjetërin, për ato që nuk ka që qështot. A ma shumë prisni apo shkoni musafir? Ma shumë pres. Edhe shkoj, edhe pres ma shumë. Do të prit ke mirë kështot? Mundohem. Këto pregaditit tradicionale, baklava, të mbëlsirave, Po, edhe ato janë. Po jo shumë, se po na kap sheqeri mos nej. Na kap sheqeri. A ke përgadit këtë herë për Bajram diçka? Jo, vallaj, jo, pasha zotën, se djalin se kam këtu për momentin, këtu qikat i kanë shpinë e vetë, e që është ka pak. Djalin se ke këtu? Ja. Ku ke? Në Amerikë. Në Amerikë, Po. sa mungon këtë festë Bajramit? Tepër shumë. Po këta këto rrjetet sociale kemi dhe mund përmes kamerës. Po, jo, ai përshtatet e ka thirrje me momën e vetë. A është pak e mërzitshme në festat kur kem domethënë këto festa që është pak e ndimë mëgjes në që shjot, edhe shumë se jo pak, po. Qashtu, po do të më mbajtë, që ati bëjsh. Jeta, koha duhet të hecë, që më pa. edhe diçka për të fundit. Po, Në krahasim me vitet e kaluara, po. unë e di që më ndrysh janë festuar. Festa e vitet Bajramit, Kurban Bajrami, gjitha këto. Kanë pasur një lezet më ndryshe, njerëzve, bajtjardit këto. Si e shehti këto? Ndoshta pak koha mungon që njerëzit janë dalin jashtë që shtu se jo, festohet ende. Nuk është e humbun. Jo, mirë. Nuk po më duket mirë, s'po di. Nuk po di. Mesazhi juaj për gjithë ata që janë agjërueshëm edhe presin Bajramin. Të gjithë i uroj festën e Bajramit, posaçërisht atyne që kanë pas Ramazanin, gjitha të mirat, inshallah. Me gjitha. Që shtot, edhe juve. Përshëndet shumë. Të urojmë që jemi pra këtë Bajramit, të urojë festën e Bajramit. Faleminderit. Agjërimin inshallah ta ka pranu. Inshallah, lutemi më na pranu, inshallah. Të urojmë më të mirat në jetë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit.